Të rinj nga famullit katolike të Shkodrës u bën pjesë e një bashkëbisedime me Atë Michel Remeri, autori një sër librash për ungjillizimin e të rinjve, por jo vetëm. Takimi i mbajtur në mjediset e seminarit ndërdiocezan shqiptar Zoja e Këshillit të Mirë ishte mjaft interaktiv me pjesëmarrjen e diskutimeve të rinjve. Vetë Atë Remeri u shpreh i kënaqur. Joy to be here in Shkodër and to meet the young people and to see the enthusiasm. Jam i lumtur që jam këtu në Shkodër dhe të takoj të rinj që përpiqen të jetojnë si të krishterë dhe di që kjo nuk është e lehtë. Për këtë arsye takimin e nisëm me një reflektim mbi sfidat që të rinjt ndeshin në jetën e tyre. Është diçka shumë realiste që ne të kuptojmë se cilat janë sfidat e jetës tonë. Pastaj kemi edhe një pyetje tjetër, si të përballemi ne me këto sfida. Edhe kuptohet gjëja e parë është besimi dhe Krishti. Na ndihmon të jetojmë si duhet, ai vjen në ndihmë secili që thret emrin e tij. Gjithashtu, ne jemi të thirrur të jemi të krishterë për çdo ditë të jetës tonë, të jetojmë jetën tonë si të krishterë, së bashku me bashkësinë që na rrethon. Mjaft i kënaqur për ecurinë e këtij takimi është edhe Fra Mateo Disekli, përgjegjës i Komisionit Rinor, i cili përcolli përshtypjet e tij për mediat. Shenërit nuk janë njerëzit të përsosur, njerëzit të larg nesh, por janë njerëzit me të vërtetë që jetojnë këtu mes nesh, bile jemi ne, sepse besojmë në Zotin. Ky ishte takimi i dytë i nismës të jeshenti kohës tonë, i cili synon diskutime dhe bashkëbisedime me të rinjt, duke përcjellë mesazhin se shpeshherë shenëtorët i kemi rrotull në përditshmërinë tonë.